Të dashurit e mi, nga temat e tona të larmishme, të ndryshme, që mundohemi t'ja kujtojmë vetës dhe t'ua kujtojmë edhe juve, gjithmonë mundohem të jemi aktual për gjërat që i shohim dhe dojmë t'i shohim më mirë, që këtë lokalitet dhe të gjithë të tjerët që e gjejnë vetën në këto fjalime t'jenë të nivelit, të ngritin nivelin, të jenë vizionar, të jenë njerëz që kanë plan në dorë, që kanë një mision dhe dojnë t'a japin mesazhin më të mirë, për të lanë gjurmë pozitive, për të mbet gjallë edhe një ditë kur eshnat e tonë kanë me u banë dhe. Të dashurit e mi, debati dhe komunikimi janë pjesë e pandashme e jetës. Armën më të fuqishme që e posedon njeriu është gjuha, është shpreha, është fjala. Me këtë ndërton e me këtë shkatërron. Me këtë bën miqësi e me këtë prish miqësi. Me këtë bëhesh i pasur e me këtë bëhesh edhe i varfër. Me këtë hap shtigje, diapazone të orientimit, të të mbarës, të të mirës, sikur që edhe me këtë mbyll dhe mund të mbyllësh çdo shteg, çdo rrugë dhe çdo gjë tjetër. Islami na mëson se dialogu dhe debati nuk duhet shërbej për të përçarë, por duhet të arrijë të vërtetën, për hap drejtësi dhe ndërtu paqe për mbar njerëzimin. Allahu e ka nderuar njeriu me dhuratën e fjalës. Vetëm njeriu e ka këtë mundësi të komunikimit përmes fjalës. Asnjë gjallës tjetër nuk e ka këtë mundësi. Prandaj edhe e ka për obligim që ajo të përdoret me përgjegjësi dhe me moral. Prej elementeve qendrore që duhet të zotroj në kulturën e debatit është fjala e bukur. Folni bukur, folni amël, folni fjalë që jep mesazh, jo fjalë që mbush minutazh, që ngjall urrëtie, që mbyll shumë gjërat komunikimit që neve kemi nevojë për to. Jo fjalë urryse, po fol fjalë të vërteta, fjalë sqaruese. Zoti Gjeleshanu wa Gjelle Gjelaluhu fjallës së mirë i thot, si kur pema e mirë, që rënjët i ka thellë në tokë, dhe degët i ka lartë në qiell, dhe në çdo moment e jep frytin e mirë. E fjala e keqe është si kur një pemë jo e mirë, që rënjët i ka ndalë sipër, dhe nuk jep asnjë fryt nuk jep. Përkundrase që të gjithëve ju pengon ajo pemë që ka dalën nga toka. Fjala jo e mirë është sikur kjo pema jo e mirë. Për të qenë një komunikim i qëndrueshëm duhet të jetë të folurit e sakt dhe preciz. Shumë njeriu ka dëshirë që fjalët para një vitit, djeshmit, para 5 viteve, mos t'i kisha fol. I mshon gojës, sepse fjala sa të këtu, është robi yti. Në moment që e nxjerr, ti je robi saj. Për këtë Zoti Dhul Xhelal, gojës ja ka bë 2 rrethoje. Dhomi është i më i fortë në trupin e njeriut dhe buzët trurin mbrapa. Shumë duhet me analizu për me nxjerrat fjalë. Sepse në moment që del, ti duhet t'i qëndrojsh mbrapa asaj fjale. Duhet të ofroj argument të qartë
dhe të qëndrueshëm, fjala dhe komunikimi dhe biseda jote duhet jetë bindse dhe e vërtet. Allahu thot, mos ju qas asaj që nuk ke njohuri, sepse të dëgjuarit, të pamorit dhe zemra, për të gjitha këto kime dhonë përgjithësi. Pse të hyn një temës, një debatit, një fjalimit, që ti nuk ke njohuri o burr? Ti je për histori fol. Gjermani ka thonë, mëso në profesionin tanë gjithë shka, po prej çdo profesioni tjetër nga pak. Unë jam hoxh, unë du të mi ditë senet spoku elementare për fe. Mirë, po për histori, dujmë me shku me pytë Zenullah Grudën, Muhamet Pirakun, ato dujmë mi pytën, jo verdikt me dhonë hoxha. Mirë, po do data historike, do ngjarje, edhe hoxha du të mi ditën. Sikur që në çdo profesion tjetër dhe për çdo profesion tjetër. Allahu thot, mos ju qas asaj për cilën nuk ke njohuri. Transmetuesi e përcjell tek ne se të folirit e Muhammedit a.s. ishte i qartë, kush do qenë dëgjajke e kuptojke. Keni po do që bënë një orë, tani e shka thabre, për çka e pat fjallën, kujna ja qiti, qarë ti dush më kon i kjartë, dush me qenë i kjartë, për më të kuptuan do thot tjertë. Të dashurit e mi, Islami ju në mëson që gjatë debatit të reflektojmë dhe të rezatojmë çka pjekuri, dhe mas të shfaqim ndjenja, zemrimi dhe hidhrimi gjatë debatit, më qeni pjekun. Allah thot, o Muhammed, vetëm që ishe i but, i sjellshëm, i urt, i dashur, njerëzit janë afru. Vallaj, si kur ti shekon intrigant, arrogant, i vrasht, njerëzit kishin me ikë prej teje. Andaj, folni but, folni qetë, t'jeni argumentues, mos jellni përçarje në mos, njerëzit kanë me ju ndëgju dhe kanë me ju përkra, e kur të paditurit ju drejtohen me fjalë të ashpra, ju thuni poq për ta, këthen jam me të mirë dhe thot atyve, për këtë Allahu ka thonë Kur'an, ud'u ila sabili rabbik, thirr në rrugën e Zotit, me çka, cilat janë mekanizmat e thirrjes në rrugën e Zotit, bil hikma, me urtësi, wal mau'izatil hasana, me këshilla të mira, wa jadilhum billati hiya ahsan. Dhe kur të polemizosh me dikant, polemizon në formën më të mirë të mundshme. Mos u mundo me fitu debatin, po mundohu me i përfitu zemrat e njerëzve. Ky është do të thotë qëllimi. Profeti thojke, besimtari më i pasur me iman është ai që ka sjellje të mira, debaton me butësi, zgjedh fjalët më të mira dhe kur nuk fut përçarje, kur nuk fyn në bashkë bisedime. Po dikush i thoi shanjanit, po mirë bëni se bot, qetë, pse bre shojte, huq këtu ma plos zemrën. Jo bre me mujtën edhe masi ta plos zemrën, me fol bot, e mirë e argumentushëm, për këtë Imam Shafiu thëjke, kur debatojke me kundërshtarët, unë nuk kam dëshirë, thëjke që e vërteta të del vetëm prej gojës time. Unë e kam dëshirë që e vërteta të del qofte edhe nga goja e kundërshtarit. Hosh, mos ma mirë Zotit let ma merë shpirtin, se sa e vërteta me dal pitina. Më thëjke një fetar një dit. Ku po mejtë fetarizmet? Ma mirë më ma morë Zotit shpirtin, se sa me dal fjalla prej atina, e vërteta. Qëllimi është në mejdan, në pëdjom, me dal e vërteta. Nuk është qëllimi ona dhe po te për me e fituën. Edhe në traditën tonë shqiptare, qëllimi i komunikimit nuk ka qenë fitimi një kundërshtarit, për afrimit e vërteta dhe shpërndarja asaj dritës së të vërtetës. Dashurit e mi, debatët duhet të jenë konkrete, aktuale, që rregullojnë edhe të ardhmën tonë.
Abdullah ibn Omeri një ditë është pyetën, u mbyt nipi Muhammed Mustafas në këtë kohë. Ko shumë e rëndë ishte. Muslimanët kishin mërzi dhe dhimbje të madhe, i erdhi një pyetës dhe i tha, o imam, nëse jam me ihram në haqë apo në umre, edhe e mbyti një mickoj, a më prishët haqë apo umreja? Tha Allah i drejtoft. Nipi Muhammed Mustafas është mbyt, ti më vetë muë për mickoja. Qështu sot jemi në qësi debate? Mytën me mira musliman në ditë, këto më thojnë, a me marë misfokin dorën e djatën të majtën? A me bo këta apo ata? Këta janë që ty e mickoja pasha të madhin Allah, ati i qofsh mi falë. Për këtë doshtërit e me, kur është marë Konstantinopoja, Stambolin, sa të shumë, muslimanët i kanë marë krejt, kanë hi në disa kalot të thella, i kanë gjetë një grup njerëzve të bisedu. Thënë, delo me morën Konstantinopoja, mos na pengoni. Për shka? Ishmi me një debat me lojkët, a janë me flotra, a janë pa flotra, a janë meshkuj, apo janë femna. Kjellet ju met atyve tjerve, neve muslimanve nuk na ka hije, na kemi një kultur tjetër debatit dhe një dert krejt tjert. Dhe krejt në fund, Imam Gazali thët, disa mendojnë se i dituri është ai që fiton në çdo debat. Edhe këtë na si shqiptarë thojmë, duhet me fitu pa tjetër. Nuk është qëllimi me fitu në çdo debat. Jo vallahi, i dituri është ai që fiton zemrat e njerëzve duke ju udhëhequr drejt të vërtetës. Gjithmonë Hazreti Omeri ka thonë, gjithmonë kur kam pas punë me ignorantin, të paditurin, gjithmonë kum hupën. A gjithmonë kur kam pas punë me të meqmin, gjithmonë kam fitu. Pse? Se i meqmi e kupton gjuhën e argumentit. I paditur i tha, lema këto se në zbonë. Mustafa Mahmudi, Allahu e mshiroft, në librin e tij, Dialogu me mikun ateist, thot, nuk ka dobi dialogu që fillon me sulm dhe përfundon me fyrje. Dialogu është urë, jo murë. Dhe krejt në fund, Imam Ebu Hanifi, Allahu e mshiroft, një dit ishte duke debatu me një të fejst të tjetër. Dhe aju ngrit me një ashpërsi, me një ngritje të zanit, dhe e nënqma imamin. Mirë po, gjemati imamit u ngrit në kam dhe dashti ta largoj. Imami u ngrit dhe tha, jo, lene. Jo, lerën i të flas, nëse ka të drejt, on ka me përfituan prej fjallës së tina. E nëse nuk ka të drejt dhe ka gabu, on e jasqaraj me butësi dhe kë ka me përfituan prej fjallëve të mija. Si kur ta kemi këtë kultur të debatit, si kur se në kret ummetin islam ka nevoj të rregullohet kultura e dialogut debatit, e në veçanti në trojet e tona, e specifikisht në këtë muj para zgjedhjeve që ta kursejnë njoni tjetrin, se edhe mas datës 12 kanë me qenë me një saf, kanë me qenë me një lagje, kanë me qenë me një qytet, kanë me qenë me një fshat, kanë me qenën, do thot gjithë zboshku, dhe mundemi me kontribuen për njëri tjetrin edhe me datën 13. Kështu që rregullon e raportin dhe në asë një formë dhe në asë një moment mos krijoni përçarje, ofendime dhe ndarësi. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.